Në shkollën 9 vjeçare Koligusha u zhvillua një veprimtari festive me rastin e 7 dhe 8 marsit. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe plot emocione, ku nxënësit nderuan dy figurat më të dashurat të jetës, mësuesin dhe nënën. Programi artistik përfshiu këngë, recitime, valle dhe interpretime instrumentale, përmes të cilave nxënësit shprehën mirënjohjen dhe respektin për rolin e pazmendësueshëm të mësuesve dhe dashurinë e përkushtuar të nënës. Gjatë aktivitetit, u kujtua dhe rëndësia historike e 7 marsit, e lidhur me hapjen e mësimtores së parë shqipe në vitin 1887, një moment i rëndësishëm për arsimin dhe identitetin kombëtar. Drejtoresha e shkollës, Polikseni Thëngjilli, në fjalën e saj përshëndetëse, vlerësoi përkushtimin e mësuesve dhe rolin e tyre në formimin e brezave të rinj. Sot jemi mbledhur jo thjesht për një aktivitet, por për disa momente mirënjohje për të gjithë ju. Ky aktivitet u ideua dhe realizua nga dy mësuese të përkushtuara të shkollës tonë, mësuese Leonora dhe mësuese Almenda, të cilat gjej rastin dhe në emrin tuaj t'i përgëzoj për aktivitetet e bukura që i sjellin shkollës sonë gjithmonë. Në këtë veprimtari u shpërndan edhe certifikata vlerësimi për figura të dashura të komunitetit shkollor, mes tyre një mësuese me përvojë, Leonora Kastrioti, mësuesja me re, Emi Gjolla, dhe një gjyshe që simbolizon vazhdimsinë e brezave në të njëjtën shkollë. Aktiviteti u mbyll me një këngë festive dhe me mesazhe falënderimi për mësuesit, nënat dhe gjyshet, të cilët me dashuri dhe përkushtim udhëheqin çdo hap të fëmijëve drejt dijes dhe jetës.